Si ju quajnë dhe çfarë shqetësimi keni? Mua më quajnë Angjelushe Meksi dhe kam shqetësim për 2 macet e vogla të mia që i rita. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Isha e smur që do veja në Tiranë në spital, i thash këtij të ndihmonte për këto mace, ti mbante ca ditë dhe më tha ti çosh në një vend të mirë, më tha mua i kam çuar në vend të mirë. Po kur të vi tha do të sill dhe fotot, videot e maceve. Kush është? Këtia të klubit, që quhet Rushit. Edhe tallet, njerë thot i groposa, njerë i vrava, njerë i kam çuar në Brataj, njerë i ka vlla im, njerë i lash në Bisht të Kaldrëmit. Do me thënë, i kam thënë, po nuk janë këto sajesa që bëjnë, edhe ato që bën ti, sajesa që bën ti, mi sill maset mua. Janë të mia, nuk ti shita me lek, i thash. As nuk më dhe lek. E la vetëm me këtë kusht, që unë do veja të vizitohesha, edhe nuk vajta as të vizitohem. Ky është i gjithë muhabetit. Çfarë kërkon? Unë kërkoj të drejtat që gëzojnë me ligj kafshët, si edhe njerëzit. Po s'po bëhet asë një gjë, der tani, kam kaq ditë që vi vërdall, e s'po bëhet asë edhe një gjë. Këtu njerëzit nuk janë fare të sensibilizuar. Nuk është i sensibilizuar edhe policia e shtetit, nuk është e sensibilizuar. E denoncuar apo? E kam denoncuar, mora në telefon këtu, që ditën e tretë, mora telefon të plotfuqishmin e lagjes, më tha mua do bëj, zbëri asë një gjë, takuam edhe një komisar që takova unë, më tha mos u shqetësos, edhe ato kanë të drejtat e tyre, komisari policisë, quhet Astrit, mbiemri nuk ja di. Çfarë kërkoni në aty zotëria tani? Të më sjelli maset, për ndryshe, në qoftë se ai ka vrarë, do mbaj përgjegjësi penale. Edhe unë do iki të bëj në polici kallëzim penal. Këtë dua dhe të sensibilizohen ata që kanë jetët e tyre në përduar, jetët e kashve. Këtë dua. Dhe jam shumë e shqetësuar dhe jam sëmurur më keq, duke qarë kam ngelur. Kaq kisha dhe ju lutem të gjithëve policisë së shtetit, se unë do i shkruaj dhe ministres së brendshme, zonjës Koçiu, për këtë gjë që policia nuk sensibilizohet. Ky e mora 2 ditë rresht se ngrinte telefonin. Ky Felek Bleta, nuk e ngrinte, ky plotfuqishmi. Mezi e ngriti sot edhe më tha mua me bida do mere mu, po pse qa janë bidat, i thashun, janë gjëpa, janë kafë shoqëruse, i thashun, edhe janë me të drejta si edhe njerëzit, i thash, ma mbylli telefoni.